Dhe do I themi mirëmëngjes bashkimit. Mirëmëngjes. Bashkimin erdhën në studio. Bashkimin na doli në studio. Pas ka gjetur një këngë shumë të mirë bashkimi. Bashkimi na dëgjon. Këngë shumë të mirë. Jemi në një vend shumë të mirë këtu, siç jeni duke parë, sot nuk jam vet. Sot jam me bashkëqytetarin ton, atë të cilin shpesh na bën dhe krenar me prodhimet e tij. Edhe me pjesëmarrjen e tij në klube. Unë nuk e di nëse do I bëj pak pengesë mikrofonit, sepse dua që të lëshoj në loudspeaker, që të mund të dëgjojmë bashkë. Kemi foni bashkim, kemi foni pak. Foni pak e mirë, hajtë se do. Vetëm largoje pak celularin për të na dëgjuar ne nga mikrofoni. Okej. Mirëmëngjes dhe ju bëft mirë kafja fillimisht, ë? Faleminderit. Vjen keq për ju që s'mund pini kafe atje në studio sepse kemi kodeksin. E ke Po të presim ty bashkë. Ne jemi në lokal. Ne jemi në lokal dhe mund të pim kafe, kështu që do I shijojmë neve për ju. Jemi bashkë me Agonin. Me Agonin sot do të flasim për art, për atë që ka kriju së fundmi, përndryshe Distortion, DJ-n e njohur të qytetit ton këtu. Fillimisht, faleminderit që u zgjove herët, sepse artistët duket e kanë problem të zgjohen herët pak. Unë sot, vetëm sot jam punë mëngjes. Do të thonë, çdo ditë jam pasdite, sot jam punë mëngjes, kështu që aty jemi. Ju kemi hyrë hak ndoshta nxënësve tek shkolla e muzikës atje pak sot? Njëri në zonës. Njëri nxënës pak e kemi hyrë hak, po shpresoj që dezavencojmë një ditë tjetër. Dezavencojmë. Unë do doja ta përshëndes Agoni sepse kemi qenë student, kemi qenë bashkë në Dritoroj ka qenë student bashkë. Në të afërtën 95-96 në Tetov kemi qenë. vërtet? Po. Ka qenë student dhe Agoni në 95-96 mbajmë kemi qenë në që Tetov. dhe që atëherë nuk më kujtë se kam takuar Agonin. E po, tash e solla unë sot. Faleminderit shumë. Që të mund të takosh sepse nuk të është kujtuar, ndoshta kur vish Tetov që ti bësh një telefon edhe të pish kafe. Jo, kanë kaluar gati shumë vite, 95-ën, Jo, gati Agoni nuk 30 të vite. nje, Agoni nuk po reagon, nuk të nje, as pak. Si kujtohet? Valvona kujtoja Nuk që kujtohet si emër, po sigur njihemi sigur. Valvona tregoj drejtorojt mos vazhdoj shumë me këtë muhabetin e 96-s se do duket sikur I ka 70 e ca vjet. Po që aty jemi mo. Vërtet, do me thonë, kur përmend 95, ta thëm, unë s'kam lindë ende, o dritro. Dhe sa ne kemi qenë student atë. Them që ta mbyllë këtë kaptinën e 96-s është shumë herët. Kjo edhe bën pengesa. Kaloj pak në muzikë, bashkë me mua shumë më intereson të di pak më shumë për Agonin, për stilin e tij, për punën që bën dhe zhanrin e tij të preferuar, patjetër. Tash do të thuash që I bëri 20 pyetje me një herë dhe hajde edhe përgjigju Agonin. Është herët, nuk I mbajmë mend gjitha këto pyetje, një nga një do shkojmë. Atëherë unë do bëj një intro të shkurtër. Agoni është DJ I njohur nga qyteti I Tetovës, është po ashtu dhe mësimdhënës në shkollën e muzikës, ku edhe përgatiten kuadrot e reja në këtë shkollë. Ndërkohë që po merret së fundmi edhe me krijimtarin e tij, rrjedh nga një familje që janë adhurues të muzikës. Mbiemri I tij Xhemaili besoj se thot shumë, sidomos për atë që ne, gjenerata ime dhe gjenerata ndoshta edhe më të rive, e njohëm për herë të parë si dirigjente në qytetin e Tetovës. Një përshëndetje me shumë respekt për ato dirigent shumë të madh, zotëri Fiknetin, që e patëm dhe që e kemi ende në qytetin e Tetovës. Agoni na vjen me siglën e re që e ka krijuar së fundmi dhe është pikërisht kjo që e dëgjoni në prapavi. Titullohet Turn It Up, por unë do doja të nis nga diku tjetër. Zakonisht në muzikë emrat artistik njihen më tepër, po përse Distortion? Distortion ka të bëje me soundin. Me soundin, me karakterin e soundit tim. Me karakterin e soundit tim të fundit. Do të thotë kjo që ky shtrembërim do me thonë merr nga një nga disa copza për të krijuar. Ata që merren me studio e din saktësisht çfarë do me thonë. Është shumë rënd për të shpjeguar këtë punë. Është bagi rënd. Okej, nuk do hyjmë aq fell atëherë. Agon, më thuj cila sigël me radhë është kjo që e ke kriju tani? Se di.
saktë 3 vjet. Do të thënë keni të krijuar një bagazh shumë të madh të Kom krijuara shumë, kjo është e fundit, kjo është më fresh që unë kry, do të thonë ka qenë javën para 2 jave. Kjo këngë është bërë brenda javës, një ditë është bërë muzika, teksti, njëjtën ditë është incizu, ditën tjetër e kom miksu, masterizu, disa ndryshime, do të thonë ka qenë procedura krejt dikun 4 ditë. Edhe është një ndër veprat më shpejt që e kom kryer, se shumë rënd është krejt këta gjëra t'i bëjsh vetë, më kupton. Për artist për shembull, që dikush tjetër e shkruan tekstin, dikush tjetër është shumë më lehtë ta incizojë dhe ta presë produktin, apo. do të thënë vetëm i radhit ato Kurse nëse je vetë kompozitor, vetë producent, vetë unë me vetë dëshirë jam vetë, jo që edhe unë mundem, edhe kom qef ndonjëherë edhe është më e mirë ajo të qeni të vetë kompletuesi një sikl ose një prodhimi nga Kjo është original, krejt agoni këtu është, distortion, distortion është krejt, komplet, nuk ka ndërhyrje këtu. Krijohet sikur këngët tjera në krijimtarinë e DJ-ve apo krijohen në copza, në ide të vogla që më pastaj Gjithçka nis prej motivit. Unë isha në emision dikun tjetër dhe atje që ka njësoj, shkova në studio për diçka tjetër, për një projekt tjetër ta kryej. Nuk ish dita për ta kryer atë projekt, thash nisi diçka tjetër, ndoshta do kem ndonjë frymëzim, ndonjë inspirim tjetër. Nisi prej një motivi, edhe u zhvillu doli kjo që më dëgjoj tani. Si erdhe tek ajo ideja që të quhet Turn It Up? Nga teksti. Tekstin është kjo këngë si të them nuk ka ndonjë kështu ndonjë formë klasike, për shembull strof, refren, zhvillim, am kupton. Kjo është thjesht një ekspresion prej fillimit deri në fund. Ose mund ta krahasojmë si abstraktja te piktorët, domethënë që lënë Konceptual, unë secilin që jam ta gjej artist veten aty. konceptual, gjithçka çfarë bëj është një farë koncepti, jam kupton. Agon, ka tekst, ka kompozim, ka montim të asaj komplet, çfarë ndodh me video ekspresionizmin e këngëve tek DJ-t, se është shumë më problem që një këngë të këtij lloji, të këtij zhandri, që një farë forme ta vizualizosh për publikun, me të cilën do krijosh një known logo për të cilën do të njohin. Dhe çfarë kërkohet për këtë lloj kënge, cila është mënyra e vizualizimit të asaj? Shjo, deri në moment kur e bëj këngën, unë vetë që kom pjesën vizuale në krye. Për shembull, kjo është një klub, apo unë i shoh edhe muzikën kur e bëj, i shoh në mënyrë teatrale. Nuk e shoh si muzikë, po e shoh si një ngjarje, më kupton. Gjithçka që bëj është një ngjarje, një farë regjie, një farë Cila është ngjarja brenda kësaj kënge? A është ndonjë copëzjetë e jotja, është ndonjë frymëzim ad hoc që ka ndodhur? Inspirimi i kësaj besoj që është periudha e fundit që kom lishuar muzikë nëpër klube, kom qenë aktiv si DJ. Domethënë inspirimi merret zakonisht aty, sepse tek piktorët, ndjes nga piktorët, po ashtu kam dëgjuar, domethënë që shpesh kanë inspirimin, do duhet që të pinë një gotë raki, që dëgjojnë një muzikë qetë, një gjë që ta merr atë inspirim. Shumë herët për këto pyetje bashkim. Për piktorët fola. E qartë, Shumë thellë. Aktorët zakonisht e kanë atë drejtoroje din më mirë ato Çajin e mëngjesit. Para se dalin në skenë. Jo, çajin e mëngjesit, kafen e mëngjesit do e quaj. Çfarë ndodh me një artist DJ? Domethënë inspirimi tek një artist DJ, sepse duhet të fotesh komplet në një botë tjetër, komplet të kesh atë publikun përpara dhe të krijojsh atë imagjinatën në kohë. Ajo ndodh në mënyrë spontane, nuk është diçka që muzikën nuk se mendoj shumë. Nisem prej dikun dhe gjatë procesit i lidhi ato pjesët e puzzle-s, edhe
si zakonisht kom qejf në fund të ketë ndonjë farë befasie. A do të Nga shpesh që unë të kesh befasi edhe unë. tek vetja. Po. Agon, ku do të promovohet, sepse tek DJ-t ajo që më ka ra në sy më tepër, jo që investojmë shumë në promovim të këngëve që i prodhojnë DJ-t. Dim që këngëtarët tradicional të kenë sponsorët në Facebook ose nuk e di se ku, ç'a ndodh me DJ-t? E mira e DJ-t është që mund të lishon këngën vetë në mbrëmje, apo edhe mund të lidh me këngë tjera. Kjo është e mira e asaj. Mund të promovon vetë, po unë kam edhe publishing të nënshkruan kontratë që besoj që do ta bëj atë punën e vetë edhe ajo. Edhe nuk kemi nis edhe nuk kemi nis me marketing si duhet, po gjatë javës besoj që do fillojmë. Shumë mirë, bashkim unë do doja Bashkim nuk e deja më dëgjon. Unë do doja ti parashtroje një pyetje, ta përgëzoj për këngën dhe për krijimtarin që e ka bërë Agoni, por temën e ditës sotme unë do doja ta ndaja edhe me ju po ashtu. Temën e ditës së sotme ne e kemi shpallur që a jemi ne si shoqëri të mirë në rrjetet sociale, por të ftohtë në jetën reale. Që do të thotë solidaritetin. Kemi hallexhin të shumë. Dhe ne mundohemi që në rrjetet sociale të qajmë, të shpërndajmë lajmin, por të fusim dorën në xhep e kemi shumë të vështirë. Ose e zgjasim dorën, mirë po e zgjasim edhe lensin, kamerën për të fotografuar dhe për të shpërndar për të gjitha të bamirësi apo solidaritet që ne ndajmë. Si mendoni, jemi shumë të mirë në rrjetet sociale, mirë po jemi të ftohtë në jetën reale. A mendoni që kjo është realiteti që po jetojmë? Përgjigje prej... Ta japune? Po. Unë s'jam shumë i fortë në rrjetet sociale, po besoj që duhet të jemi më njerëzor edhe duhet ndihmohemi ndërmjet. Po i postuar këta. Po nuk kam ndonjë aftësi të veçantë kështu në rrjetet sociale, unë më shumë në krijimtari kush jam I fokusum më tepër tek. Mendoj se kohëve të fundit kemi filluar që ato emocionet nga mendja, nga shpirti, nga njeriu t'i shfaqim në shkronja, në rrjetet sociale dhe të dukemi sikur ne po bëjmë diçka, po vajtojmë për diçka ose po kënaqemi ose po gëzohemi për diçka. Kam edhe disa pyetje për Gonin që kemi këtu. Agon, më thuj pjesëmarrjet. Çfarë shohrojnë festat e fund vitit? Kemi festat e vitit të ri, Krishtlindjeve, ka organizime shumë, brenda jashtë shtetit. Jam këtu, në Tetov jam, me një vend, kemi një organizim, do të ketë mysafir nga jashtë, një farë korporatë është, çka. Agora i mungon Tetovës një klub, një diskotekë ku mbase do të mund që të dinin edhe të prezantohen DJ si brenda, po ashtu edhe të jashtë të kufive. Sa e kemi si mangësi këtë në qytetin e Tetovës? Që unë kom qenë ma herët, kom qenë pronari Fifth Avenue. Kom pas një klub, kështu, lounge bar, themi, 2010-2013. Edhe në atë kohë, çdo të marrë kemi bërë mbrëmje me DJ. Me thonë, ka qenë shumë e zhvilluar në atë kohë, po deri në 12, nuk e di në Tetov nëse ka funksionu për shumë pas 12 tush si Shkup deri në si vende tjera, për shumë prej 12 orët çelet klubi deri në mëngjes. Deri në mëngjes. Kjo është pak ka qenë rrezik, shtash se di apo ta. Përse nuk ndodh kjo në qytetin e Tetovës? Po kjo edhe është provuar. Apo kompenzohet kjo me lokale më të vogla, me kafeteri më të vogla që bëjnë një farë tentimi për të kompenzuar të mungesën e një diskoklabi si duhet? Unë mendoj se klubet klasike, kështu prej 12 deri në mëngjes, dal nga dal do të zhduket. Mendoj që kjo deri në ora 12,
të ngellje në të ardhmen. Ashtu e shoh, edhe në Amerikë kur kom qenë, edhe në ashtu, e shoh ka është u shku, mendoj se kështu dhe jetë në të ardhmen. Më trego të lutem me siglat që i ke prodhuar deri më tani. Është e shtrenjtë, ka kosto që të krijohet një prodhimi, një DJ dhe më përmendë më herët studion. Është e vështirë të arrihet deri te krijimi i një studioje personale që të të jep mundësinë të krijosh vetë komplet atë storyen, ato këngën që nxjerr. Më herët ka qenë shumë më rëndë se pajisjet kanë qenë të shtrenjta. Tani çdo artist, çdo njeri që ton merret me art ka mundësi, na më kupton. Jo me telefon, unë kom bërë muzikë edhe me telefon. Në kohë të fundit, kur s'kom pas çfarë të bëj, një artist kur s'ka çfarë bën, e shfrytëzon çfarë ka aty, apo. Edhe i kemi krejt ndosh tash, në kohë të fundit. Agon, te këngëtarët konvencional, domethënë standardët, ekzistojnë bashkëpunime, duete, gjëra ngjashme. Ekziston në botën e DJ-ve kjo? Po besoj që po. Keni bërë ndonjë bashkëpunim të këtillë, planifikoni të bëni ndonjë bashkëpunim të këtillë me dikant për të krijuar bashkë një sigël ndoshta? Unë më herët kom pas bashkëpunime, kom pas bashkëpunim me Elena Ristevskën, kom pas bashkëpunim me Adrian Gaxhën, kom pas bashkëpunim me Bim Bimën. Njësoj, e tani një periudhë jam fokusu të vetvetja, kom qenë edhe jashtë shtetit, në Amerikë kom qenë një periudhë, edhe atje kom qenë aktiv, kom performu në paradën e Bronxit, kom qenë në VH1, misafir në VH1 Hip Hop Awards, 2008-ën, kom nënshkruaj në 2009 me Slip and Slide. Në atë kohë ka qenë Rick Ross, ka qenë artist në atë shtëpi produksioni. Artist në Wynwood, Miami, që është një qendër më e madhe, kështu më e njohshme e artit edhe vizual në botë. Do me thonë, kom pas edhe bashkëpunime, më herët një periudhë kom qenë i fokusuar në të gjej veten si artist. E qartë, bashkim. Mendoj që tash Nuk e deja, dëgjohemi për shkak të kohës, me që jemi shumë, kemi kaluar të gjitha këta planet e programacionit, unë e përgëzoj Agonin për edhe pse kjo këngën, pjesa edhe e i fundit urojmë. pra ishte me të vërtetë mjaft interesante për të dëgjuar të gjitha ato arritje që Por do ta kemi shpresoj që do e kemi Agonin këtu në studio për të diskutuar nga afër të gjitha. ti sjell edhe pajisjet e të punët dëgjojmë pak planet, muzikë. Diskutoni nga afër, mëngjersisht. po dhe edhe pajisje që t'ju bëj muzikë ju. Sigurisht që po. patjetër. Jo ne, Dhe bashkimi e për bjen ne dhe për shikuesit. dhe bashkimi e bjen kafën, Po. edhe një burrek të nxehtë. Sigurisht. Unë të falenderoj shumë Agon edhe të dëshiroj shumë Njerëz, suksese. ju faleminderit U juve. bëfshin hite Përshëndetje këta veprat e tua nga ne të dy. edhe u shtofshin po ashtu. Bashkim faleminderit shumë për Bisedën. bisedën, Dhe këtë dhe energji këtë që afërsi që na ofrove për Goni sot. do të jetë mysafir edhe atje dhe do të mund që patjetër. më tepër të Për ta dëgjuar dhe për ta diskutuar pak sa më gjërësisht. Ju përshëndesim dhe Patjetër. edhe një herë paqen Ditë një mbar ditë të pune. mbar.